Mirë, jemi rikthyer. Nga mënyra se si meshkujt shikojnë dhe femra është biologjike. Mashkulli ka vështrim tuneli, gruaja ka vështrim piramide, gruaja është shëlitur për të koordinuar dhe për të mbrojtur. Burri ka qenë në prehistorin për të gjuajtur. Dhe aty shikon, dhe ajo është vëmendja, në mënyrë instinktive, mashkulli merr këtë rol paritar, sepse ka qenë i ndërtuar i tillë. Tani ka ndryshuar stereotipi. Ky një rol që ne ja japim, është një rol që ne ja japim që në familje. Ne mendojmë që nuk ka qenë provider. Nëna, gratë, në mënyrën se si rrisim. Jo, shiko. Nëse do të shofësh një djalë, shikoj nënën. Ndërsa nëse do të shofësh një vajzë, shikoj babajnë. Okej, janë të ndara. Janë shumë të ndara në mënyrën e stereotipisë se si edukohet në familje. Mirë, ja t'ju urojmë mirëseardhjen se do të na bashkohet një tjetër zonjë nderuar, Aurora Dollenberg, mjekë e urgjencë në Gjermani. Kemi kënaqësinë ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Doktoresha, përshëndetje. Aurorën se e kam shumë gjanë dhe më merr gjithmonë malli për ty. Se e një super gollë. Është zonja Nora Malaj. Më njeh Aurora. Patjetër, nga zëri e dallova profesoreshën se nuk i shikoj, por nga vetëm nga zëri e dallova, zëri zemrës. Të falenderoj shumë se ti ke bërë shumë dhe vazhdon të bësh shumë për të gjithë shqiptarët që vinë atje, se Aurora ka një shoqatë të mjekësisë dhe ka punuar shumë fort dhe meriton, po të kisha qenë unë sot Presidente e Shqipërisë, do t'i jepja një çmim mirënjohje për gjithë çka që ka bërë për vajzat dhe djemtë shqiptarë, sidomos në fushën e mjekësisë. Ja, dhe themi pastaj që gratë nuk mbështesin njëra tjetrën. Ja një shembull i mbështetjes së grave. Aurora është përjashtimi nga rregulli. I grave ndaj grave. Kështu që Aurora mendon që janë kaq suportuese, zyshën kështu e kemi, të tillë, por mendon që janë kaq suportuese gratë ndaj njëra tjetrës? E dëshirueshme do ishte që të ishte ashtu, që të kishim solidaritet vajzave ndaj vajzave, femrave ndaj femrave, dhe unë e kam si princip të përditshëm, qofsi në punë, si ndaj pacientëve, femra, kur i shikoj, shikojmë gjithmonë një copë të vetes tonë tek tjetri, në çdo situatë që ai mund të jetë, qoftë të vuajtjes fizike, shpirtërore, financiare, dhe mendoj që solidariteti ndaj femrës, femra ndaj femrës është një ndër ato pyllat kryesore të humanizmit që mban gruaja në total, por kjo është ajo që ne dëshirojmë që ta shohim gjithnjë më shumë. Realiteti është faktikisht ata që në pjesën më të madhe të rasteve nuk dua të jap një përqindje, por unë e përjetoj se më shumë se sa 90% të rasteve ekziston faktikisht ajo konkurenca e panevojshme, ajo zilia dhe sfida që gratë i bëjnë ndaj grave, gjë që duket komplet absurde dhe kontradiktore, sepse duhet jenë gratë ato që të para që t'i mbajnë në krah për shumë aspekte pozitive, sikundër profesoresh Nora tani e nisi me një kompliment që gjithmonë ta ngroh zemrën, por pjesa më e madhe ama i merituar dhe ne e konfirmuam. Ne e votuam këtu. E votuam, po. Kështu që mendoj që duhet punuar në thojza, sepse ju po e përmendni që fillon edukimin familjar dhe mendoj që aty në 7 vjeçarin e parë të jetës tonë, sepse mendojmë që gratë bëhen të fuqishme, të vetëdijshme, bëhen të pavarura në moshën madhore. Vërteta është që të gjitha këto vlera që ne do dëshironim që t'i shohnim te vetja jonë, te vajzat tona, do faktikisht brumohsen ato 7 vitet e para në familjet tona. Dhe këtu ka shumë për të diskutuar, sidomos kur flasim për familje shqiptare, që ka nevojë për shumë shërim, për shumë akoma për të ndërtuar, por gjithsesi dalin gjithmonë kristale, mund ta quajmë diamante, të cilat japin dritë dhe udhëheqin brezat, siç mund të jetë profesoresh Nora ose shumë zonja të juve, zonja Ada ose shumë gratë të cilat janë libere. Edhe e them këtë edhe nga fakti që shumë kontakte edhe për shkak të punës, edhe është e vërtet ka shumë zonja të nderuara që meritojnë vlerësim, por edhe të promovohen, le themi, si të tilla. Por megjithatë, Aurora, je ndjerë ndonjëherë paragjykuar edhe mes dy realiteteve, që do thotë realitetit shqiptar, sepse e ndan jetën mes Shqipërisë, apo le themi një pjesë e rrugtimit tonë në Shqipëri dhe më tej në Gjermani. Mes këtyre dy realiteteve, je ndjerë paragjykuar?
Ada më falë që duhet të qesh gjithë kohën, por mua më duket se kur pjesën më të madhe të jetës time e kam kaluar në paragjykim. Dhe ajo puna e diamantit që përmenda faktikisht historiku i çdo diamanti një shprehje thot paragjykimet janë të fundit që vdesin nga kjo botë, kështu që por megjithatë Eksakt, pra asnjë vlerë nuk lind nga komoditeti, nga të qendrit të trajtuar që në fëmijëri si princesh, por lind faktikisht është vërtetuar dhe nga studimet ndërkombëtare që liderat më të mëdhenj, mbase dhe gratë më të suksesshme që ekzistojnë akoma që të kohërave tona, faktikisht kanë qenë fëmijë të bullizuar që në moshë të re, kanë qenë fëmijë të cilët kanë mbajtur përgjegjësi e adultëve të rriturve që në moshë të vogël. Pra, mund të quajmë që paragjykimi për personin tim, jo sepse jam rritur në një familje shumë të shëndetshme me shumë dashuri, por shoqëria që nga fillorja që mund ta quaj që kishim ato mësueset e ish komunizmit që çdo gjë kategorizonin si e ke pasur biografinë e prindërve që të flasë dhe të trajtoj mirë, duke vazhduar që në gjimnaz, që në universitet, kur gjithçka përcaktohesh, a ke kontakte me profesorat, ke lek, a ke babain profesor. Pra gjithë jetën time mund ta quaj që unë kam luftuar kundra paragjykimeve të futurit në një sirtar, të parashikuar qoftë nga familja dhe nga shoqëria, për të arritur pastaj në një moshë madhore, për të shpëtuar nga këto paragjykime, nën vlerësime me të gjitha, dhe kalimi mbase më i madh që unë kam pasur në jetën time ka qenë nga Shqipëria në Gjermani, ku mendoja që vetëm në Tiranë, se unë vija në një qytet i vogël si Patosi, shkova në Tiranë, aty Tiranëse na qonin erdhën jabanxhint, nga jabanxhint e Tiranëve vetëm në Gjermani, unë personalisht e këtu na thanë erdhën këto të botës të tretë dhe janë të pakualifikuar, edhe pse janë mjek, janë të pacivilizuar sepse vijnë nga një shoqëri e prapambetur kur kanuni. Pra mua në spital ata më kanë kujtuar kanunin, ekziston kanuni në Shqipëri. Pra paragjykimi ka qenë një shoqërues i pandashur. Tani këtë e tham për mirë apo për keq? Jo, paragjykimi, për të qenit grua, të ka penalizuar? Patjetër. Unë kam dashur të punoj dy fish, qoftë po i flas tani për pjesën e adulte, pra edhe në moshën e rritjes, mund ta quajmë gjithmonë të qendrit djalë. Unë jam rritur me atë shprehjen e prindërve të mi që mamaja thoshte gjithmonë, shiko se kemi goca. Pra ishte si një disavantazh edhe në familjet shqiptare të pasurit goca, do thotë duhet të jesh 2 fish, 3 fish më i kujdesshëm, të investosh më shumë, sepse të qendri gocat është një dobësi në vetvete dhe unë jam mësuar të punoj 2 fish, 3 fish, edhe kjo më ka përndjekur edhe në Gjermani, ku në spitale u shikoj një mjek e femër pak të vogël, se nuk kanë se gartë, janë gjithmonë edhe nga ana fizike shumë maskuline, sidomos ne shqiptarët. Edhe pse kjo është pjesë e bukurisë. Kjo duhet na intimidoj, duhet na sugjestionoj. Sëri kam dashur të punoj 2 fish edhe 3 fish që të imponohem. E qartë. Artiola, e ke ndjerë këto qoftë frymën e paragjykimit? Ndryshe nga Aurora, nuk e kam patur atë guximin. I kam bërë një 3 herë valixhet gati, kam shkuar deri në aeroport, kam mësuar gjuhën, jam kthyer, më thënë, nuk e kam patur dhe të vlerësoj për guximin që u largove në ato vite, se ndoshta jeta e ka shkuar tjetër kushe dhe unë bëra mirë që ndonjë për arsye tjera të mia familjare, por dua të them që jo e paragjykuar, por një lodhje 2 fish, 3 fish, sa që ndonjëherë harroje veten, harroje kur ishte ditë dhe kur ishte natë, se nga puna duhet shkoje po në punë, dhe nga puna dhe vjen një moment që pyet veten, çdo njeri punën e ka në funksion të jetës, ndërsa neve na u bë jeta në funksion të kësaj pune, sepse ti duhet t'ia dilje me çdo kusht për që një barabartë me këtë tjetrin që kishte gjërat gati. Kjo është një aspekt... Jo, s'ka lidhje me pritshmëritë. Ajo njeriu do të përmbushet vetë, do të arrijë gjërat që do vetë, dhe thotë që çfarë do lloj sfide që të më dali, unë do ta përballoj. Për te individit, bën një luftë të 2 fish, një grua për të qenë qoftë e përmbushur vetë, por qoftë edhe e përmbushur në sytë të tjerëve? Shiko, gruaja nuk është qenie kaq e thjeshtë. Është shumë misionare dhe është një qenie shumë e përbërë. Në përbërjen e saj, ajo ka disa element. Ka shfaqjen, që është imponuese ose jo imponuese, paragjykuese apo jo paragjykuese, ka forcën e argumentit dhe të mendimit, ka përmbajtjen e cila duhet jetë e nivelit të tillë që populli thot mendje grua, nuk thot mendje burr, që do të thot ka aftësinë për të parë dhe për të ndërtuar 4 plane.
Pra ka dimension... Nuk është thuhet me konotacion të mirë kjo. Jo, thuhet me konotacion shumë. Ne, ashtu si kanunin... Apo si pas rastit. Jo, ashtu si kanunin që kemi lexuar gabim, ashtu si që kemi lexuar gabim këtë shprehjen, që druri ka dal nga xheneti, dhe kemi lexuar që është e mirë, por në fakt thuhet në ligjerat, druri i ka hikur të mirës, ka dal nga xheneti. Ka hikur nga e mira, është e keqe. Ne kemi lexuar konotacionin që japim ne, kështu kemi lexuar dhe kanunin, për shembull kur thuaj që gruaja ese mbrapa burrit, mendohej që ishte përbuzja për burrin. Në fakt kanuni kishte tjetër gjë, që thoshte gruaja dhe fëmia kurrë nuk vriten dhe nuk hyn në gjak. Atëre, hasmi nuk të vrise përpara, se si ishte trim, hasëm të dilte mbrapa. Gruaja ishte aq e zonja sa që mbulonte hapësirat e prapavijës së burrit, sepse ishte me aq vlerë sa që nuk mund t'i vije dorë. Asnjëherë nuk është lexuar kështu, se ne kemi patur dëshirën t'i lexojmë gjërat bardhë dhe zi. Ka ardhur një moment që ne duhet ta zhbëjmë këtë mitizim që ju bëjmë dhe në momente të caktuara themi, po edhe unë i kam kaluar të gjithë karbaret e vështirësive, si që tha Aurora. Edhe mua nuk më doli, me gjithë që isha absolute, nuk më doli shkolla në klasën e 8, se ja dhanë mbesës së me Meçeu që isha me 5. Ashtu ka qenë dhe atëherë në kontim, asgjë s'ka ndryshuar. Edhe, bravo, të gjithat padrejtësirat, puna është çfarë më ka bërë mua, çdo sfidë dhe çdo rrezim më ka bërë më të fortë. Dhe kam kuptuar një gjë. Liria e një gruaje nuk faret se është grua, po varet çfarë karakteri është. Nëse ti je në vend të shtyllës kurrizore, ke një shkop të pëlkulshëm, si ti je burr, si ti je grua, je një qenie që nuk e vler. Nëse ti je edukuar që përtej të qenurit, qenie njerëzore, je dhe grua, dhe nëse di të përdorësh asetet e tua, ti bëhesh si puna e asaj, kalit të druajt të luftrave. Ke dëgjuar ndonjëherë që është bërë ndonjë luftë për ndonjë burr? Në historinë e njerëzimit është bërë vetëm për gratë. Pse? Sepse jo, e lidhim ne. Kemi shumë dëshirë ne, gjithë kohën ja kemi dhënë si domen. Ndërkohë që burrat e shkret nuk e kanë fare këtë gjë, sepse burrat thanë, na i dat faleminderit, ai diti që një nga rendet më të bukura ka qenë matriarkalizmi. Pse s'u fol asnjëherë për të? Sepse qenia mashkullore ka dëshirë që të thotë ja ku jam, se qenia femërore qëndron në çdo vend. Dhe mua më vjen shumë keq që ne deri tani, deri në 2026, kemi vazhduar të bëjmë ligjërime stereotipe gjinore dhe kemi thënë burrat dhe gratë. Jo, shoqëria e ndërtuar mbi disgjenive, ku roli i individit duhet jetë... Zonja Malaj, a nuk janë të formsuar? E ke shumë seriozisht edhe zonja Malaj. Po, zyshnora, më thuaj. A nuk është pikërisht formësimi i këtyre djemve, se flasim për burra që kanë pozicione, kanë pushtet, kanë etj. A nuk janë të formësuara pikërisht nga mamat, nga gratë, pra këto gratë, a nuk kanë mision që... Këtë po themi. Sepse nëse fillon ajo bërthama, familja, domosdoshmëria që një grua, nëse mendon në mënyrë të tillë, pra në mendon që gratë kanë vendin e tyre në shoqëri, mund të bëjnë punë pa u paragjykuar, mund të kenë pozicione të mira pune, mund të paguhen po njëjtë si burrat, burrat duhet të kenë rolin e tyre në familje, pra të gjitha këto gjëra. A nuk kanë misionin t'ia transmetojnë edhe fëmijës? Për shembull, unë sot misionin tim kryesor e kam që të rris, të edukoj, të rris, pa diskutim, është edhe presioni i shoqërisë. Por misioni im është të rris, të edukoj. Po nga u mësuan këto mamat? Jo ta shohin, po pikërisht, pa nuk kishte ardhur koha që pastrojshin sepse prindërimi është misioni më i vështirë. Sot është beteja, dy janë beteja më të vështira. Prindërimi dhe sistemi menaxhimit të familjes. Këto janë betejat më të forta sot. Prindërimin ti nuk e bën me shkollë. O ta bësh ose nga tradita, ose me vesh, ose do ta afrosh shoqëria, ose nga modelet që ke. Cilët janë modelet që ti do? Dhe në këtë moment, kur ti rritesh bashkë me fëmijën, ti nuk e kupton që ka ikur koha dhe ti thua se kam kohë. Dhe ndërkohë një ditë ka veten në atak paniku, sepse fëmia është bërë adoleshent, ti e bërë në periudhën më të vështirë të hormonale, që doktoreshat i shpjegojnë shumë mirë. Aurora tha një gjë që neve e kaluam, po është mos e vërtet, që deri në moshën 7 vjeçare brumoset karakteri.
Pra, ti në mënyrë nga subkonshi e jep këtë informacion të fëmija, këtë edukat, ti me ndonë se ke edukuar mirë, po ti ke bërë një gjestë, një veprim në shtëpi që i ke dhënë këtë mesazh fëmijës. Kjo është tjetër aspekt, pastaj kjo është ajo çfarë i thuhet fëmijës edhe modeli që i demonstron, pra modeli që i tregon. Ky është, kam përshtypjen, edhe kjo është betejë që mund të kenë jo pak familje sot, duke tentuar që ti mirë rrisin fëmijët e tyre, ndryshe ju thonë, edhe ndryshe ju shfaqen përmes modelit mënyrën se si reagojnë në situata të caktuara, mënyrën se si menaxhojnë situata të caktuara, se si koordinojnë qoftë partnerët atë pjesën. Pra, nuk ka nevojë sot ti thuash djalit që punët në shtëpi mund të gatuaj edhe një burr. Pra, mund të gatuaj ose mund të pastroj. Nësa ai shikon që babai shikon këtë, që babai shkon dhe gatuan, babai shkon pastron, babai ndihmon në hedhjen e mbeturinave. Nëse babai që ja të kam thënë, prandaj s'merr rezultate, ky se të ngjan ty. Ose nga ana tjetër babai thotë që shiko, po ja, gabojmë të gjithë nga pak. Gabojmë të gjithë nga pak. Pra, është shumë e rëndësishme çelësi prindërimit dhe është shumë e rëndësishëm momenti kur ti vendos të bëhesh prind. Paralelisht me karrierën hecet dhe prindërimi. Paralelisht me prindërimin, ne jemi dhe fëmijët e prindërve që na lindin, po dhe botës ku jetojmë. Dhe si të tillë, ne midis prindërve dhe fëmijëve krijohet ajo që quhet konflikti i përhershëm. Dhe në këtë konflikt të përhershëm problemet janë aq shumë të mëdha, sa që edhe stereotipet gjinore këtu pastaj kërcasin fort dhe pa dashur fëmijët transmetojnë ato që prindrit kanë transmetuar në të gjithë ecurinë e tyre. Nganjëherë është e kollaj ti thuash fëmijës bëje, po shumë e vështirë ti thuash hajde të mësojmë bashkë, hajde ta bëjmë këtë rrugë bashkë, që pothuajse bëhet situatë e pamundur. Dhe në këtë situatë që është hipotetike, me shumë dëshirë, po e pamundur, shfaqen problemet të cilat pasaj në adoleshencë shfaqen shumë të forta ke fëmijët dhe shfaqen shumë të forta në presionin midis prindërve dhe fëmijëve, dhe di cili është një nga problemet më mëdha që unë kam në zyrën time të këshillimit, kur vin prindërit adoleshent me fëmijët, ju nuk e merrni dot me mend, aty të kish mundësi një kamera të filmosh, ti shikon se ata e duan shumë njëri tjetrin, por në një moment caktuar e urrejnë njëri tjetrin sikur janë armiq, jo se është faji tyre, po është faji i komunikimit. Ne nuk komunikojmë, ne urdhërojmë. Në këtë pikë mbase do doja të integrohesha pak. Patjetër. Po. Për të bërë një dallim të vogël midis si e kemi ne atë kulturën, traditën shqiptare në edukimin e fëmijës përkundër asaj gjermane, që në fëmijëri këtu me të vërtet fëmia edukohet për të bërë i pavarur, qoftë emocionalisht dhe fizikisht. Pra që në moshë të vogël fëmia mësoj që edhe kur shkon në supermarket shkojnë dy individa dhe fëmia ka atë karrocën e vet të blerjes edhe i rrituri. Në vendimarrje që në moshën, pra deri në moshën 7 vjeçare fëmia e kupton në modelin e sjelljeve, jo të fjalëve. E thatë shumë bukur që nuk bëjmë dot edukime duke i thënë bëje kështu, urdhëroje, dhe në anën tjetër ti sillesh ndryshe. Pra fëmia mëson duke parë se si është duke u sjell si nëna edhe babai. Prandaj të bëj një pyetje. Qoftë pavarësia, qoftë të mosuarit në model, këtu në Gjermani japi një fokus qendror në edukim. Të të bëj një pyetje se ti ke dy binjake, dy goca të mrekullueshme që unë i ndjek me shumë dëshirë kur i shoh. Është e vështirë të edukosh dy vajza dhe çfarë roli ka partneri jot që besoj që ka një rol, më pëlqen shumë se e shoh që gjithkohon jeni bashkë. Si e menaxhoni këtë gjë? Se nganjëherë ne flasim teorikisht, po praktikat janë më të bukura. Përvoja edhe të flasësh në vetë parë mund të jetë më e vështirë, po është më e rëndësishme, se jep mesazhe më të mira, kështu që faleminderit për bashkëmoderimin. Meqenëse jemi dhe në pragun e festës së gruas, edhe unë kam dy goca, vetë jam grua dhe në një shoqëri shqiptare ardhur në Gjermani, pra një mund ta quajmë një katapult të madh tradicional në zhvillim personal, profesional e të gjitha këto kanë bërë që unë të kem mësuar nga shumë postime mund ta quaj, dhe çdo gjë që unë jam self-made në thonjza, sepse këto gjëra nuk na e kanë mësuar as prindrit as shkolla shqiptare. E kanë pretenduar se u përmend nga ju ata pritshmëria e familjes shqiptare është thjesht 200%, por në udhëtime sipër nuk të japin qoftë edhe 1% se si ti bësh të gjitha këto gjëra. Pra bëje, thon, por vetë nuk e ka bërë asnjëherë asnjëri.
Kështu që ne I kemi mësuar me shumë mund, kur I thonë të gjitha gjërat që ne jemi sot, si gra mund ta quajmë shqiptare, kudo që jemi në botë, dhe pastaj ku vjen që ti bësh nënë e 2 vajzave njëkohësisht, patjetër që të del automatikisht misioni kryesor që të gjitha ato mbase lëndimet që mund të ketë, traumatizimet e fëmirisë, të rinisë, të gruas së re shqiptare që gjithmonë ka qenë e nënvlerësuar dhe e shtypur në shumë drejtime, ti do që tek vajzat e tua të krijosh 2 super women, pra 2 gra të fuqishme, që këto gjëra që ti ke kaluar mundësisht tek ato mos të kalojnë 100% se një formë ose tjetër do I kalojnë. Dhe në të gjithë këtë histori, profesoresh Nera përmend shtyllën kurrizore. Patjetër, çdo grua duhet të ketë një shtyllë kurrizore të fortë, të ketë një karakter të përballojë sfidat e ndryshme të jetës. Por unë jam me bindje së plot që çdo grua mund të thyet nëse nuk ka mbështetje dhe dashurinë e një partneri të mirë. Prandaj shtylla kurrizore mund të frakturohet. Nëse ti nuk ke një ambient që të mbajë drejt dhe të lërë që të lulëzosh në thonjza, dhe prandaj unë mendoj që suksesi për prindër të mirë, qof djalë, qof vajzësh që të 2 prindërit të jenë modele të mira, për vajzat e mia unë e di që ato do jenë zonja në të ardhmen për të menaxhuar bullizimin në shkollë, për të përballuar sfida të ndryshme emocionale, se burri im është një person që I trajton ato si princesha. Dhe unë mendoj që në momentin që emocionalisht një vajzë nga babai I saj, ju përmend shumë bukur që babai është kryesori për vajzën, si kundër është nëna për djalin, sepse unë e shoh që për çdo gjë që ato kërkojnë konfirmim nuk e duan nga unë, sepse e di që unë jam një dashuri e gjithanshme në çdo moment dhe mua më ka në xhep në thonjza. E shikoj gjithmonë jetën sy tek babai, çfarë thot ai, e pranon ai, dhe në momentin që babai... Si është mundur tani që I mbire e kërkon konfirmimin nga jati? Ai kërkon modelin nga jati, po afirmimin e do nga ty. Nëse, për të shkaktuar edhe Kështu që mund të them që babai ose edhe nëna të 2 do prodhojnë individa të ngjashme me veten e tyre dhe sa më njerëz pozitiv, pak bullizues, pranues ndaj shoqërisë të tjerëve, ashtu fëmijë do prodhojmë dhe me një fjali dua ta mbyll këtë gjë. Unë e falenderoj, mendoj që çdo grua duhet falenderoj vjerrën e saj në radhë të parë, nëse ka një bashkëshor të mirë dhe suportues, sepse është merit e asaj grua që unë sot shijoj tek partneri im atë respektin, vlerësimin që për çdo gjë që unë bëj, sepse ajo ja ka dhënë që në diep në thonjza. Ja, ky është ai ndryshimi për cilin ne flasim, pra domosdoshmëria që e gjithë ndryshimi të kërkohet dhe për aq sa mund të realizohet që në fillesat e para, dhe për këtë ka një mision shumë të rëndësishëm nëna. Po, dhe prandaj pa I veshur, pa dashur t'i veshim përgjithësi se van përgjithësi, por prandaj nëna është modeli kryesor I parë I qasjes së sigurisë dhe garancisë si të djalit dhe të vajzës, të edukimit të barabartë të tyre dhe të kuptimit human dhe social të gjithë raportit. Teksa ju thatë që si ka mundësi që djali ime kërkon atë mbështetjen ke bashorti, djemët kërkojnë afirmimin ke gjinia e njëjtë, por mbështetjen dhe suprimimin e kërkojnë ke gjinia kundërt, ashtu si dhe vajzat. Afirmimin e duan me nënat, por mbështetjen e duan ke baballarët, se thuhet që nëna thuhet që babai është mali ku mbështeten supet e fëmijëve. Kurse nëna është fusha ku jepen gjithë aromat e jetës. Dhe prandaj nëna është e qëndësishme dhe kur një nën është elegante, është e kujdesshme, unë ta garantoj që djali që edukon ajo nën nuk ka shanse mos ta trajtoj mirë nusen që do marri. Se shikon në portret nënën e saj, kur një nën mundohet të jetë për shumë arsye të kalojë rolet e saj, shfaqet ke djemt dhe krijon problematika shumë të mëdha. Është një temë sociale shumë e gjatë që kërkon një emision darke për të trajtuar dhe kupton pse veprat e antikitetit dolën aq shumë të rëndësishme në tragjedit që bëri Sofokliu, ke Elektra dhe ke të gjithë të tjerët për treguar që këto lloj stereotipesh apo fenomenesh janë që nga antikiteti I njeriut. Njeriu është një qenie emocionale dhe do shumë kujdes. Prandaj, ju pa qëllim u kthye dita e mësuesit dhe nënës si kryefjalë e shoqërisë, për të kuptuar vlerat e kësaj qenie, që është mbartë se jete, por që është në bashkë me burin partnere shumë e rëndësishme, për të kuptuar se sa e bukur është të jesh grua, se sa vlerë është të jesh grua, se sa karizmatike është të jesh nën, dhe çfarë mrekullie është të jesh gjyshe.
është gjëja më jashtëzakonshme e botës. Përpara se ndalemi tek forma, përpara se ndalemi tek forma, se është, le të themi, ana tjetër e medaljes, dy entitetet, forma dhe përmbajtja. Tek doktoresha, tek pritshmëritë që mund të kenë, se unë dhe Aurora bashkoheshim në atë që kanë shumë pritshmëri nga gratë dhe vajzat, edhe për të kuptuar pak çfarë ndodh kur ato dështojnë. Është më e lehtë, pra si sillemi ne kur dështon një burr, nuk arrin të përmbushi apo le të themi të realizojë një detyrë, dhe si është sjellja kur këtë nuk e bën një vajzë ose një grua. Unë nuk mendoj që ndonjë nënë dështon, sepse ai profesioni më i rëndësishëm e tha dhe jo në familje, jo në raport bërë atë detyrë i ke kryer gjitha tjerat janë pluse. Ndërsa përsa i përket nga ana profesionale, sigurisht që pritshmëria është tek një burr. Dhe kur një burr nuk arrin të realizohet, shfaqet dhe zhgënjim. Ndërsa ke një femër, justifikohet se hëse vajzë, hëse kështu i ka ardhur jeta, hëse, më thënë, nuk është se të vret fakti i të zhgënjërit të tjerëve, por pesha e mos realizimit barkën gjithë jetës. Mirë, pesha, çdo njëri nga ne nuk kur vën prioritetet e jetës sënde në ato 5 fazat shumë të rëndësishme të zhvillimit, ti nuk shikon je burr apo grua dhe po garon se unë jam grua dhe ti je burr. Ti garon si barabart me të barabartin. Madje kolegun e punës nuk e shef me përçmim, por e shef si partner dhe zakonisht në partneritet pune, mendimi i një femre dhe një mashkulli mund sigregojnë shumë mirë, sepse me këndvështrim tjetër e shikon një burr, me këndvështrim tjetër e shikon një grua. Ka qenë një film i këtij Mel Gibsonit kur vendosi që të vishej si grua, të mendonte si grua që i ra një rufe dhe vendosi të mendonte se si mendonin gratë për të shitur produktet dhe bëri garë me shefin që e deshi shumë dhe që në fund u martua dhe tha jo, unë s'dua të jem grua, dua të jem burr. Ishte gjitha një ironi e fortë për të thënë që jeta është e bukur me burra dhe gra, nuk është e bukur vetëm me gra dhe nuk është e bukur vetëm me burra. Problemi është që burri dhe gruaja është kryevepra e njerëzimit, patër nuk mundet të krijohet një i tëri. Nëse secili nga ne kur është në llojin e vetës gjysmë, kur merr të gjysmën tjetër dhe krijon atë që quhet sinergjin plotësohet. Këtë e kemi që në kohën e Aristotelit, kur ai ka folur dhe vendosi t'u thoshte kafshëve pse njeriu është krye kafshëve dhe çfarë bëri dhe vlera më e madhe e qenies njerëzore është si për vajzën dhe për djalin të gjej gjysmën tjetër që probabilisht nuk e ka më shumë se 14 raste që të gjejnë atë që quhet më e përshtatshmja. Pra sfida e parë njeriu është të gjej gjysmën. Mbasi ka gjetur gjysmën, i vendos të gjithë raportet kur nuk e vendos në roje. Ka një poezi, Khalil Gibran, është një poet indian, i mrekullueshëm që thotë, ju drejtohet njerëzve dhe burrave dhe grave dhe ju thotë, duajeni njëri tjetrin, se këtu fillon problemi, ke dashuria. Dashuri për punën, dashuri për njëri tjetrin, dashuri për familjen, dashurin për vendin, dashurin për gjithçka që ne na duket fjala dashuri. Ndërkohë që duhet jetë pesha më e madhe e vlerës humane. Po kjo vjen, më fal, profesoresh, kjo vjen nga ajo koha që the, me ato në fitilat e vajgurit, që prindrit, nënat dhe mosha juaj, në thënë flas brezi atëhershme, donte të gjithë këta përveç se veten. Në më thënë, kur vinte puna për të sakrifikuar, në më thënë, sakrifikohesh për fëmijën, për burrin, për familjen, veten gjithmonë e lije në fund. Në fakt, ajo ishte një nuk është një kulturë që ka bërë mirë. Sigurisht që njeriu duhet të falë dashuri sepse kjo të mbush ty si njeri, ama jo në vetë mohim. Ndërsa nënat tona e kanë bërë dashuri në vetë mohim. Kanë punuar shumë për familje, për shtëpi. Mendoj që nuk është, ju nuk e kuptoni dot, se nuk keni jetuar në atë kohë. Jo, sigurisht, por unë kam imazhin e një nëne që unë kujdesem sot për veten, ndërsa nëna ime bënte kujdesin për të gjithë të tjerët dhe nëse i dilte koha dhe mundësia mund kujdesi për veten. 99% ishe për të tjerët. Ndërkohë që unë do thoja që ti paralelisht kujdeseshe me vete dhe për të tjerët, se ishe një sistemi ndërtuar komplet ndryshe nga ky sistemi që jemi tani. Dhe nuk ishte lidhje, po të bëjmë paralelizma, janë si dy gjëra, është si një Afrikan me një Europian, që jetojnë në të njëjtën botë, por kanë parimet të tjera, kanë klim tjetër, kanë kushtet të tjera, kanë raportet të tjera. Dhe derisa të përshtatet, është shumë e vështirë. Sigurisht, ka patur anë pozitive, ka patur dhe shumë probleme. Po ka patur vetëm një gjë ama, që njeriu ishte shumë herë më i vërtet
se sa krizia sotme, dhe në kohën time ishte parulla. Lartë forma, jo, lartë përmbajtja. Përmbajtja dhe poshtë forma. Jo, lartë përmbajtja, por edhe forma. Pra, ti ishe akua e sapone, ti nuk ishe nevojt të... Atëre, ishe gratis që si burra, me të drejtën nuk ishe gratis. Tani mos të akua e sapone mund t'jeshe dhe sot, po sot kujdesesh për vetën, atëre nuk ishe mund të shkretot kujdesesh për vetën. Jo, këtu më vjen shumë keq. Jo, gjithë kam pas mund Jo, mua më të vjen kujdesesh për shumë vetën. keq, sepse ju se keni jetuar atë po dhe keni marrë vetëm Ne ndoshta nuk e kemi jetuar, por kemi marrë... Besomani që kemi bërë modën më bukur se që bëni ju. Kemi bërë modën më bukur se që bëni ju. Kemi ngrënë më mirë se që keni ngrënë ju. Kemi shijuar shoqërinë më mirë se sa keni shijuar ju. Kemi shijuar dashurinë më bukur se ju, se nuk kemi shkuar ke zhëja për të filluar ke aja, dhe kemi mbushur shpirtin me gjithë shka për të kuptuar që nuk janë kushtet që të vëmë përpara. Përpara të vë forca e shpirtit. Nuk ka qenë një tillë realiteti për gjitha ma. Edhe sot nuk është pse ju mendoni që sot... Mendoni që sot... Jo, nuk mund. Mendoni që sot realiteti... Jo, përpos gjithave. Ajo ishte një periud, le të themi, nëse i referohen një periudës përpara viteve 90, ku palët mund të ndahen. Për familjen dhe për edukimin. Nuk mund të shihet e zhveshur nga konteksti... Nuk mos merrni në politikë. Jo, lëreni politikën. Politikën, atëre, a mundem se unë jam dhe sociologe. Dhe jam shumë e baras vlefshme dhe ndoshta kam vuajtur shumë se sa ju që e keni teorikisht. Jo, nuk e kemi fare. Unë e kam në lëkur. Kështu që vi nga një familje ishtë përndjekur, ishtë pronarës, kështu që... Nuk po flasim. E kemi kaluar dhe si unë mund t'jen edhe një treta e popullsisë. Atëre, që të bëjmë një partneritet fjallësh, nuk po flasim për sistemet, po flasim për raportin njerëzor dhe familjar. Po këto gratë të sisteme kanë jetuar, profesor. Më falë, po flasim... Sot e ke luksin për të pasur lartë dhe për mbajtje. Mos futemi në histori. Atëre, po them vetëm një gjë. Kujdesen më shumë sot. Po e them këtë, para viteve 90 dhe në brezin e të moshuarve që ka sot nuk e asnjë analfabet në të moshuarit. 80 deri ke 70. Deri ke 60. Ku gabuam është tjetër gjë? Janë të gjithë... Kemi gabuar pa diskutim të gjithë. Janë të gjithë... Tranzicioni zgjatur. Jo, dua të them tjetër gjë. Të gjithë kanë qenë të mirë arsimuar. Me gjithë problemet e mëdha që mund të ishin. Sot ke 20% analfabet dhe 60% analfabet funksional, me gjithë që koha është hapur dhe njerëzit kanë mundësi për të marrë shumë informacion, sepse sot sistemet e edukimit dhe qasjet janë komplet ndryshme. Po është një debat që ja vlen të bëjmë një herë tjetër. Është tjetër dhe nuk duhet të futemi në këto ujra. Në këto ujra, se janë... Jeni ujra që juve ju emocionon, nuk ju bërnë që të analizoni me pëtëtësi. Jo, e vërteta është që... Për te gjdo përfshirje. Telefon ishin të gjithë njësoj. Për te gjdo përfshirje. Atëre kishin edhe telefon, gabimet që ne kemi bërë. Jo, atëre kishte edhe telefon, kishte edhe prostitucion. Jo, më thoni pak tani se si kjo forma, se është shumë e rëndësishme. Ju kam këtu, kishim edhe zonjë motro, e shikoj që kujdes si për vetën, sa rëndësishme është, dhe a kujdesen si ka ndryshuar kjo qasja ndaj vetës, për të dukur mirë, për vetë besim. Ndërhyrja ime, që kërkoj ndjes, nuk jam mësuar me studio televizive dhe me bashkëbisedim kështu ndonjëherë ndërpresim njëra tjetrën, kërkoj shumë ndjes, por pikërisht për këtë e bëra atë, si thua, ndërhyrjen, që atëherë nuk kishin mundësi, ose nuk kishin dëshirë, ishte koha atij, ndërsa tani, ti e ke dëshirën, ke dhe mundësinë. Me shumë pak gjëra, mbahesh, vishesh, dukesh bukur, nuk ka nevojë të egzagerohesh, pavarësisht se neve marrim, në çdo epokë neve marrim supergjiro si shoqëri, sepse nuk e kemi atë mirë edukimin, që jam shumë dakord me ju, dhe bëjmë egzagjerime në pamjen, por them që kujdesi ndaj vetës është respekt ndaj vetës dhe ndaj tjetrit, që ti paraqitesh si në familje, si në shoqëri. Në që ose unë do vija sot e pa krehur, jo e rregullt, nuk do ju respektoj as juve, më kupton? Pra, kush kujdeset më shumë? Tani... Cilat grup mosha? Grup moshat që kujdesen janë gocat
më shumë se sa zonjat, me thënë drejtën, sepse zonjat prap i përkushtohen më shumë punës dhe familjes, por që edhe zonjat mirëmbahen. Pra, presim të plaken bukur, se gjithë do plakemi, po të plaken bukur, të kuruar, të kujdesur. Me thënë, nuk jemi vetëm në fazën që neve punojmë, ushqehemi, shkojmë në shtëpi, marrim ato detyrat dhe fillon rutina ditës tjetër, por marrim dhe pak kohë për veten. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, se është emancipim në fund të ditës. Aurora, ky kujdesi për veten, edhe si një formë e dashurisë ndaj vetes, se këtu fillon, nëse ne nuk duam veten, nuk mund të jemi të aftë të duam tjerët. Si është të dashurit vetes është dhe përgjithësi, nuk është vetëm një gjë estetike të dukurit mirë nga paraqitja, por është një përgjithësi që ka çdo individ ku ngrihet në mëngjes se si e shikon ai veten në pasqyrë. Dhe meqense jemi në pragun e festës së gruas, unë kam shumë dëshirë që nënave dhe sidomos nënave që janë brezi pak më i vjetër që u fol deri tani, po dhe vajzave të reja shqiptare që janë shumë më të përditshme, përsëritu java të këshillën që të jenë me të drejtë më shumë egoiste se sa i roli që kemi mësuar nga e kaluari të qenurit vetë flijuese. Unë e bëj gjithmonë krahasimin ndërkulturor që unë e krahasoj nga mentaliteti kur kam ardhur në Gjermani, e krahasoja vete me gjyshen e bashortit. Pra, ne si mentalitet në zhvillimin psikologjik të gruas, mund ta quajmë jemi të paktën 100 vjet mbrapa nga vendet evropiane, sepse gruaja shqiptare, kur më vjen edhe tani që vin si paciente ndonjëherë dhe si vizitë tek fëmijët që kam këtu në Gjermani, gruaja shqiptare është gjithmonë me mendimin të jenë fëmijët mirë, se unë nuk ka problem, po që janë ata mirë, jam dhe unë mirë. Po janë ata me gjendje ekonomike mirë dhe mua ashtu më shkon mirë. Absolutisht nuk është në mentalitetin e brezit të nënave tona, po dhe të shumë të brezit të ri, ka shumë vajza të reja që ecin me atë mentalitet që mos të kujdesen për veten, sepse që u tha dhe më përpara të janë në fund të listës, sepse kështu është brumosur që në fëmijëri, dhe unë ana psikologjike mendoj jo vetëm që është e gabuar, por shumë e dëmshme. Edhe në një moshë të madhore, 70-80 vjeçare, shumë gra shqiptare kalojnë në depresion, sepse kuptojnë që gjithë jetën e tyre e kanë investuar dhe e kanë hedhur vetëm për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, dhe për veten e tyre nuk ka marrë qoftë edhe 5 minuta në ditë që të bëjnë pak atë tualetin, të kujdesen për veten, të bëjnë një baza ta kemë për hobi dhe një veshje të bukur, edhe pse i kemi zonjat shumë elegante, pra kanë shihen atë italiane, nuk është se u mungon, po përsëri me shpirt dhe me zemër nuk kujdesen për veten e tyre, qoftë nga jashtë, por dhe nga ana emocionale, pra me shprehje pozitive çdo mëngjes, ti thon vetes sa të bukura që janë, sa të zonja që janë, sa sukses kanë pasur në rritjen e fëmijëve, menaxhimin e familjes, ose si e ka menaxhuar gjithë jetën. Dhe kjo është ajo plaka që unë e kam me të vërtet në zemër kur shikoj nënat tona ose paciente shqiptare që vinë dhe janë me të vërtet i kanë dhënë, kur i thon i kanë bërë sabotim vetes së tyre në të gjitha aspektet dhe është për të ardhur keq. E qartë, mirë, e fundit një mesazh bukur edhe duke i paraprirë, ja do ta mbyll zysha. Pa Aurora, thuaj. Unë thjesht do thoja që uroj gjithave një festë më të mbar për nesër, pas nesër të dyja festat, sepse pavarësisht të gjitha këtyre historikave që treguam vështirësi që ka pasur gruaja shqiptare për të qenë atë që është sot, mund të them që është një ndër klasat më të rralla të zonjës në nivel evropian, sepse ka ditur gjithmonë me shumë pak resorse, me shumë pak mundësira të krijojnë ndonjëherë krye vepra siç u përmendëm përpara, dhe për këtë e meritojnë çdo lloj dashuri dhe vlerësie. Mirë, një mesazh të fundit? Edhe motivues. Po, është shumë bukur ti jesh grua. Nuk ka rëndësi se ke lindur para 90-s apo pas 90-s. Ka rëndësi që ta duash veten, të duash rrethin tënd familjar, të duash gocat, të japësh besim atyre, të pranosh mendimin ndryshe, të ndryshosh, të përshtatesh dhe të kuptosh që nuk duhet të ketë vetëm një 7 dhe 8 mars, po duhet të ketë çdo ditë partneritet për të rritur fëmijë të mirë, për të mbajtur familje të bukur, për të mbajtur shtet të fortë dhe shtet demokratik, dhe për të kuptuar që ne gratë bëjnë ndryshimin, se thuhet kur gruaja tund djepin, mund të trondisi edhe shtetin. Ishte ky box to box edhe për sot. Faleminderit, shumë kënaqësi që u kisha gëzuar pa diskutim festat.
Knajsi shumë e madhe, faleminderit për prezencën, faleminderit po ashtu. Aurora, faleminderit për kohën. Aurora gëzuar. Faleminderit. Takimi i radhës është hënën orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.